Kalaja e Kaninës po i rikthehet shkëlqimit të dikurshëm. Pas disa dekadash mungesë ndërhyrjesh, tani më në fund kalaja po i nënshtrohet një restaurimi të plotë duke zbuluar sekrete dhe gjurmë nga periudha ilire, bizantine dhe osmane. Ngritur mbi një kodër që mbikëqyr të gjithë gjirin e Vlorës, Kalaja e Kaninës nuk është thjesht një monument historie, por një dëshmi e gjallë e korave që kanë kaluar mbi këtë truall. Me një histori që nis që në periudhën ilire, kjo kala ka qenë ndër shekuj një pikë kyçe strategjike, duke u rindërtuar dhe transformuar nga perandori të ndryshme, nga bizantinët tek osmanët, për të mbërritur sot si një nga pasuritë më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore shqiptare. Sot, pas dekadash mungesë ndërhyrjesh, Kalaja e Kaninës po i nënshtrohet një procesi të plot restaurimi, i cili synon jo vetëm ruajtjen e saj, por edhe kthimin në një destinacion të rëndësishëm turistik. Prej muajit maj të vitit të kaluar, në këtë hapësirë historike ka nisur ndërhyrje restauruese në të gjithë perimetrin e saj. Punimet kanë përfshirë rikonstruksionin e murit rrethues, ndërhyrje në zonat problematike nga ana gjeologjike, si dhe krijimin e infrastrukturave të reja për vizitorët, si infopointet orientuese. Arkeologu dhe menaxheri i projektit Syrja Lela shprehet se punimet janë drejt përfundimit dhe pritet që brenda pak muajsh kalaja të jetë plotësisht e aksesueshme për publikun. Ne kemi filluar prej fundit muajit të maj me ndërhyrjet restauruese konservuese në gjithë Kalanë e Kaninës pothuajse. Aktualisht kanë përfunduar restaurimi dhe konsolidimi i kreut të murit, të gjithë murit rrethues. Janë bërë gjitha injektime dhe ndërhyrje gjeologjike që kanë patur shumë probleme muret rrethuese, sidomos në pjesët e jashtme të saj ku terreni dhe erozioni ka bërë punën e saj. Ne tashmë jemi drejt përfundimit të punimeve dhe për rreth 3 muaj besoj se e mbyllim të projekt kaq madhor dhe shumë interesant, si nga aspekti arkeologjik dhe nga aspekti monumental. Gjithashtu, përveç gjithë restaurimit, konsolidimit kreut mureve të Kalas Kaninës, janë ndërhyr edhe në pika shumë të rëndësishme, siç ishte kulla e sahatit, e cila kishte një dëmtim shumë të madh, siç janë disa projekte instalacione që janë bërë për rregullimin e gjithë mureve mbajtëse të Kalas Kaninës, janë bërë stola të rinj, janë bërë sot tashmë kemi edhe një info point shumë të këndshme që do jetë edhe pritja e vizitorëve. Kemi bërë lidhjen me kaldrëmin e jashtëm nga Kalaja e Kaninës që do shkojë në pjesën e fshatit Kanin, e cila do jetë shumë e rëndësishme sepse përveç Kalas, njerëzit duhet që të vizitojnë edhe fshatin, i cili është futur tashmë tek 100 fshatrat turistik. Kemi filluar me aksesimin dhe zbulimin e gjithë kaldrëmeve të brendshme të Kalas Kaninës, e cila ka itinerare të ndryshme ku zgjatet edhe vizitueshmëria për turistët. Në këto momente ne jemi duke bërë edhe drenazhimet për Kalanë e Kaninës që të gjitha ujërat sipërfaqësor mos dëmtojnë më muret siç i kanë dëmtuar në vite, por të jenë të sistemuara dhe të mirëmbajnë këtë kala. Ndërhyrjet nuk kanë qenë vetëm restauruese, gjatë punimeve janë zbuluar dhe gjurmë të reja me vlera të rëndësishme arkeologjike, përfshirë një ndërtesë që i përket periudhës osmane. Këto zbulime e hedhin më shumë dritë mbi shtresëzimin historik të Kalas, e cila mbart gjurmë nga periudha ilire, antikiteti i vonë, periudha bizantine, ajo osmane deri në luftën e parë botërore, kur në këtë zonë ka qenë i vendosur një garnizon italian. Kalaja e Kaninës, për të thënë të vërtetën, ishte në gjendje shumë të dëmtuar. Ajo kishte pasoja shumë të rënda, sidomos në bazat gjeologjike të themelit të mureve rrethuese, por gjithashtu në pjesën jugore të saj dhe perëndimore ka një shëmbje gjeologjike shumë të madhe muri rrethues, i cili tashmë do i nështrohet të ngritjes së saj me mikropilota dhe do rivendoset edhe muri që të jetë gjithçka e unifikuar. Gjatë gërmimit të mikropilotave u zbulua dhe një banesë e periudhës otomane, e cila në pjesën e bodrumit arrin në thellësinë deri në 3.20 metër. Brendësia e Kalas Kaninës nuk është e gërmuar në aspektin arkeologjik dhe studiuar. Ne në disa sondazhe që kemi kryer për ndërhyrjet restauruese kemi vënë re që ka një numër shumë të madh banesësh dhe kjo tregon që Kalaja e Kaninës ka qenë e banuar përgjatë gjithë shekujve të saj, sepse muret rrethuese në fazën e parë fillestare e kanë në periudhën qytetare ilire ku është ndërtuar me bloqe kuadratik të palidhur me llaç dhe më pas vazhdojnë periudhat
e mëvorshme të antikitetit vonë, të periudhës bizantine dhe deri në periudhën otomane dhe më vonë deri në 1900 can. Këtu gjithashtu ka qenë instaluar edhe një garnizon italian gjatë luftës parë botërore, ku ne kemi gjetur gjatë restaurimit edhe pllakada të cilat i kushtohen Viktor Emanuelit, ushtrisë së tij, por ashtu kemi edhe ndërhyrjet restauruese të cilat të fundit janë bërë në fillim të viteve 70, dhe që prej atëherë, prej afërsisht 50 vitesh nuk ka patur asnjë ndërhyrje në këtë kala kaq interesante, e cila është shumë përrallore për nga aspekti arkeologjik, historik edhe kulturor. E shtrirë në një sipërfaqe prej rreth 3.5 hektarësh dhe e rrethuar nga një mur gati 1 kilometër i gjatë, Kalaja e Kaninës ka qenë dikur një qytet i mirëfillt. Brenda mureve të saj, ajo përfshinte banesa, depo, objekte ushtarake dhe struktura për furnizimin me ujë, duke krijuar një sistem të organizuar jetese. Ndërshekuj, Kalaja është ndarë në disa zona të fortifikuara, të mbrojtura nga kulla me forma të ndryshme, që dëshmojnë për faza të ndryshme ndërtimi dhe zhvillimi, nga kulla trekëndshme të periudhës së hershme, tek ato poligonale të mëvonshme me frëngji për topa. Çdo element arkitektonik tregon historinë e gjatë të ndërlikuar të këtij fortifikimi. Investimi prej rreth 1.9 milion euro, që përfshin dhe monumente të tjera në jug të vendit, synon ta rikthejë këtë hapësirë në një pikë referimi për turizmin kulturor. Pritet të jetë gati, mendojmë që në mes të qershorit dhe sezonit turistik do e gjetë e hapur këtë kala me të gjitha setet e saj, sepse fatmirësisht ne këtu kemi edhe një ndritshim të jashtëm që do i bëhet Kalas Kaninës, dhe besojmë që në rritjen e kapaciteteve, sepse turizmi tashmë po merr një rëndësi shumë të veçantë, do ketë një vizitueshmëri shumë të lartë. Vlera e investimit nuk është e përcaktuar vetëm për Kalan e Kaninës, sepse ne njëkohësisht po bëjmë ndërhyrje restauruese konsoliduese edhe në Kalan e Boshit, e cila ka një rëndësi të vetën, dhe në shpellën e Spiles, e cila do të përfundoj brenda muajit mars rikonstruksioni i saj me aspektin dhe sinjalistikën turistike. Edhe investimi i tërë është 1.9 milion euro për të 3 monumente të kategorisë parë. Është një vlerë jo e madhe, themi, por ka vlerën më të madhe sepse ka prekur të gjithë aspektin gjeologjik, sepse edhe Kalaja e Kaninës ka patur problematikat e saj gjeologjike, gjithashtu dhe Kalaja e Boshit ka problematika akoma më shumë. Mirë ishte që të kishte një investim akoma më të madh që të identifikoheshin dhe të zbuloheshin të gjitha ambientet brenda Kalas. Me përfundimin e punimeve që pritet në muajin qershor, Kalaja e Kaninës do të jetë gati të presë vizitorë të shumtë, duke ofruar jo vetëm një panoramë breslënse, por dhe një udhëtim të plotë në histori. Sepse më shumë se një kala, Kanina është një rrëfim i gdhendur në gur, që vazhdon të jetojë dhe të flasë edhe sot.